Ilir, përshëndetje. Përshëndetje. Të themi mirë se na erdha apo të themi mirë se na gjeta apo diçka tjetër jemi në shtëpinë tonë? Si të dëshirosh i dashur. Si të duash ti. Si mërzitur dukesh. Po kam kaluar një probleme familjare. Po. Gjëra që ndodhin me lanë të dy prindrit. Është e rëndë, është faktikisht shumë e rëndë, por jeta vazhdon Ilir. Me la babaja, la mamaja. Isha dhe shumë i lidhur, se unë as emigrant s'kam qenë, kështu që isha shumë i lidhur vërtet. Por me Zotin sa emi dot, kështu që Ilir, vap Korça? Zoti para në mbrapa. Jo, Korça është. Ja shiko. Korça është mirë, për nga temperaturat, pastaj politike po. Jo, politik nuk do flasim. Po jo dhe jo. Sportive na e kanë dënuar, kështu që vetëm dielli na mbeti. Si kanë shumë në parkurinia Ilir. Kanë shumë. Ju kujton ndonjë gjë her pas here, sepse ju pothuajse pjesën më të madhe të ditës ku e kaloni? Unë kam shtëpinë 200 metra larg parkut. 100 metra larg stadiumit, 200 metra larg parkut rinis. Më kujton apo tash se unë po shkoj këtu prandaj. S'duhet ti thua mos fol, po që. Jo, politike jo. Jo politik jo. Po shkoj që mushkrinë e qytetit e kanë zaptuar pak. E din ata drejtuesit. Okej. Jo me që më pyete, më vetë koka aty. Është diçka shumë e drejtë, por je gati të flasim për sport sot? Ta ndryshoj mirë. Hajde më. Pse ke bezdi të flasim për sport, është gjëja më e bukur. Jo, më po këto mua që më ashtu prindit jam shushatur, si thon, nuk se kam mbledhur veten akoma. Po çuditën, po se kam mbledhur akoma, nuk e di. Po shumë video të shikojmë në rrjetet sociale. Po mirë, ato i kam. Si jeton dot pa ato? Po normal. Tani jam edhe kujdestari i motrës, se e kam motrën e. Ngriheshi në mëngjes se ke mendjen në rrjet social, është në drejk në rrjet social, në darkë. Nuk e di, unë ngrihem, unë jam 24 orë. Ata të Amerikës më thonë, ore, po ti, kur vle? Se ne flem, shikojmë Vrenozin live. Ngrihemi nga gjumi prap Vrenozin live, kur vle ti? Unë ju them gjithmonë që gjumi është vaj vdekjes, edhe unë kam bezdi gjumit shumë. Duke folur për sportin, ne kemi marrë një iniciativë sepse në Korçë dhe mbar Shqipërinë jeni nga më të njohur si koka e mafjes. Për ta nisur pak këtë në thonjza koka e mafjes. Si sot pas shumë vitesh. Jeni me koka e mafjes? Më kujto, domethënë ishte viti 2016. 16 ka qenë. 2016. Më merr një gazetari Sport Express, ja harova emrin, si e kishte. Më thot Ilir kështu thot. Kemi nxjerrë një botim në gazete që ti tha je unë gëzëm kemë, qarë thua i thasha? Ore më vjen keq apo janë zyrtare tha këto, thash ore këto janë llafet e politikanëve nga që duan, nga që unë flisnja kundër pushtetit për shembull, dhe thash me këtë rast po më godasin te. Jo, tha, është e vërtet. E më dërgovi një, ja shikoj, tha, e pa shumë. Pastaj më merr një avokat, se ka njerëz që më duan. Më merr një avokat e më thotë, Ilir thotë, pasaportat këto me vullë se kur beshin, ndeshje që shitsin në Maqedoni, në këto, Maqedoni, Kroaci, që kjo yrtha në këto bankat, se më theshte kështu, po më fliste. Thash unë, mbarova, dëgjoj thash. Unë jam Ilir Vrenozi, që nuk kam dalë asnjëherë, nuk kam hyrë asnjëherë në avion. Është e vërtet. Edhe tha, ore çfarë thua? Ore s'kam hyrë asnjëherë në avion dhe nuk kam pasaportë, s'kam dalë jashtë. Çfarë vule doga? S'kam dalë jashtë. Tha, po bën shaka më tha mua, s'po bëj shaka fare thash. Unë nuk kam dalë jashtë asnjëherë. Edhe nuk kam llogari bankare që më thua ti thash, nuk kam fare asgjë. Ri qet më tha mua. Po jo unë i qet po ri thash po. Po atëherë si ta kanë nxjerrë? Nuk e di thash. Një njeri që s'ka i bërë në avion, i thash që s'ka llogari bankare,
si mund ta nxjerrin kokën e mafjes, këta e din tash, nuk e di unë. Në fakt ishin 5 faqe në UEFA. Vetëm emrin tënd. Po ishin bre valla, po të them unë tash, Erion Braçe kish marr. Erion Braçe kish marr për shembull këto të Facebookut. Se tha dhe profesor Gjegji po ta dëgjojnë, tha që ato janë marrë nga statuset që kam në Facebook. Unë ndoshta ka, domethënë, rezultati që unë kam thënë me dëshirë ka dalë edhe e kanë marrë, e kanë gëshetuar sikur po them për Dinamon e Zagrebit me Skënderbeu, ndeshjen e parë aty. Unë isha në një video live dhe më pyet një ndjekës, që më thotë, "Ma Ilir, çfarë mendim ke sot?" Dhe unë i them, "Ndeshja është siç e kam unë me ato humorin tim, ndeshja është e vdekur 1-1." Po, për kokë të fëmijëve unë e thash me shaka dhe dëshirën time që doja, ndeshja është e vdekur tash 1-1, koca e shikon ndeshjen, siç e kam unë me ato humorin tim. Është e mbyllur 1-1. E pastaj dolën këto gazetat që mbajnë anën e shtetit, Vrenozi parashikon ndeshjen disa orë para 1-1 të vullosur ande këte. Çfarë tu thëshë këtyre tash? Unë duke ngritur akror live aty, duke bërë shaka, u bëra jo këte, po kam edhe me Dinamon e Kievit, mos gaboj që e mundëm. Me Dinamon e Kievit isha me në Supersport 2 Gjegji Stefa, bravo. Vajtëm aty në Vasili, vajtëm pastaj në lotët që janë lotët akoma, dhe para një lotë unë, thashë vema njesh, e kishte 4 Skënderbeu, i vura, ipte dhoro ajo skedina 20.000 lekë, i vura nja 2 skedina unë njesh, fiton Skënderbeu 4 a 5 e kështë Skënderbeu, fitove Skënderbeu 3-1. Prap të nesmen, Vrenozi ashtu. Hajtë më qarë them tash, unë me sportiviteti mora, po mund të them që telefoni im pas asaj, një 6 muaj telefoni im çalonte. Do me thënë, kur më vinin telefon, nuk më vinin thirrjet, nuk dëgjoheshe, kisha ose më vinin 2 zera, e shikonin që telefonin tim, ndoshta ata bënin punën e tyre. Do unë jam Vrenozi, siç kam qenë, pasisht kur e di çfarë menduan. E lidhën pak se më thanë që edhe kanë pyetur që se unë ti e di, unë jam sportin e kam qef, edhe ato si dha një ndeshje ti kam qef, edhe ti e di dhe e gëshetuan këtë me e lidhen me këtë anën tjetër. Aty u bë i famshëm apo ishit bërë përpara i famshëm? Unë nuk jam i famshëm unë. Në kuptimin e mirë të fjalës. Nuk je i zakonshëm. Okej, po dëgjoj tani. Ja, atyre 200 metra lart, 2015 u bë parkurinia. Dhe vjen Edi Rama me qeveritarë si shenë këtu. Po si që kam unë i kudo. Jo se kisha tash, po kudo, kushdo që vjen, unë jam i futur. Edhe i pashu, tak, pa, po fut aty, i vajt edhe ka mundësi të bëjmë një foto për Facebook? A i më pak shu, po që 2015 asë më njëtë edhe. Nuk e mendon të e që ato vindem pas. Bëjmë një foto, bëjmë, tha. Ishim këtu në Shatrimani, po i thashëm, bëjmë më këtë se na bie dilli. Ore, tha, e di ti apo e di unë? E më mirë. I thash Ilir Pendavini, se Ilir Pendavini e kam patur shok në lëtë. Bëjmë një foto, edhe me bërë një foto. Pasa këtë foton këta ma përdore më vonë, që kërë ka qenë socialist. Po gjithsesi, ti djetër që unë jam demokrat i lindur, jam idiot, kështu që nuk diskutojt kjo punë. Po rritet pastaj fillon e morën këtë foton e ben. Dhe që viti i ri i 2015-ës, duke, do më në data 22-23, kam bërë një urim, aju urim më beri, do me thënë, kam bërë një urim e Edi Ramës, kur theshte që do japim shpërblim këtyre, atyre, po neve, moj thash. Edhe me ajo video mori dhenë, nuk, unë të nesë me po frinja, më zion miku i Merioni, dotore, ape më në klani, tha se, i thash, ore, i lemër atë të fre, ore, ape në klani, tha se je ti, ore, qarë thua, i thash, ape në klani, unë ku shikoj, unë duke uruar Edi Ramën, të zërë në akuti, ato i diti. Që në 2015, pasaj 2016 në edhi këj momenti i Skënderbeut. Po, pasaj kur shetuan të tëra, sepse atë, unë mendoj që atë e morën ata vetëm që s'më godisnin dot nga ana këte që si të më... Edhe, ajtë, si kur thanë, po kur je i pastër dhe unë isha i pastër dhe i qetë nga çdo anë, po t'isha koke mafis ku ma gjenë,
Po koke mafjes ke bërë ndonjë lek apo fasule sa duash për terë, thasët me radhi kam. Domethënë asi lek edhe pse je bërë i famshëm domethënë nga UEFA. Jo, po s'ka lidhje. Jo. Shko, të rrjeteve sociale, të njerëzit më thonë edhe, sinqerisht, ndoshta është edhe logjike që të thonë se kam patur shumë, domethënë, shikime, videot, normal, edhe në TikTok, bëra rreth 40.000 ndjekës. Për kuriozitet kisha edhe $800 aty nga dhurata që jepnin. Ma zhdukën dhe atë, unë jam sulmuar në çdo moment vllaje. Në çdo moment nuk një profilim goditet jashtë mase, nga rilinda si në thonjza ose nga sa bëj një video. Unë goditem dhe më goditem, kam ndruar shumë profile. Edhe në Facebook, edhe në TikTok. Goditem, tani jam bilendroj dhe emrin. Që ta dish, unë kam Muj Olçinaku tani, e di. Jam Muj Olçinaku, se çfarë të bëj? Pse ke vënë këtë emër? Muj Olçinaku e kam thënë se jo mirë për e pyetjen ti, po unë në videot e mia kam thënë që Muj Olçinaku 7 prilli i 39-ës duhet të shpallet për mua. Unë jam i djathtë. Dhe them për mua 7 prilli 39 duhet të shpallet dita e dëshmorit. Pse? Sepse Muj Olçinaku ka qenë vërtet dëshmor bio. Nuk ishte as Parti Komuniste asgjë. Kurse Qemal Stafa, që e 41-shit, mos vazhdon nga dotimet, unë që sipas atyre që di unë, ka qenë i dashuri. Liro, do flasim vetëm sport. Okej, po jo, me që më kërkove. Tash këto janë duam s'duam janë. Po se sigur e jemi në SNB-u për shembull. Po ka shumë në SNB-u. Ka shumë. Sa i lidhur jeni me futbollin në Korçë, sa i lidhur jeni me futbollistët, me emrat e mëdhenj? Kam qenë shumë i lidhur, por pas dënimit të SNB-ut më erdhi edhe sëmundja babait. Babai më voti 3 vite me sklerozë, me e shoqëronja. Fillova pastaj po thua se kam goxha që jam trequr, po s'kam kohë. S'kam kohë se kam mall dhe familjare shumë. Edhe jam trequr. Sa miq ka Vrenozi? Gjithsesi miq. Në futboll po thas, në sport. Po miq. Miq kam plot unë kudo. Po fjala miq është e madhe. Që vinë takojnë, respektojnë. Tani në qoftë se do themi për një mik që unë kam vërtet mik, edhe më ka surprizuar është presidenti Duka. Presidenti Duka me thjeshtësinë e tij, domethënë unë e shikoja Dukën sikur ishte ndonjë normal, se Duka është, por ftesën që më bëri në 2019 për Francë Shqipëri në Paris, një bisedë domethënë që pastaj e morën këto portalet, ai Bledimane, ata që jo Vrenozi ku i gjeti lekët për avion, më ka bërë dhuratë në thonjza, dhe unë s'kisha hipur në avion. Duka më bëri që t'i vjen në avion. 5 shtator, ka qenë shtatori 2019, Francë Shqipëri, 4-0. Ku që ndesha diku data 5-6 injektiv. Më thot Duka të bëj dhuratë dhe po më thot që në maj qeshor, thash unë harovi. Kur gushtit më merr një, më thot me Livanosën pas, po jam nga federata, thot. Të lutem, thot, më duhet numri pasaportës, ande këtë se jeni, tha, pjesë e delegacionit për në Francë, ke këtë dhomë, ke filan dhomë, ke tek. Thash unë mos po bën shakakit. Pastaj thash Dukës ore më moni, po më tha mua. Ëndër thash. Edhe ëndër vërtet. Tani çfarë them unë, Duka, shiko, ishte një problem kur vajtëm, kryetari bashkisë të Parisit kishte dhënë urdhër që asnjë mirë policie që shoqërojnë autobusin, mirë po ishte shumë lart dhe ishin disa orë. Merr Duka një nga këta të komitetit. Edhe erdhi një. Imagjinoj tash i Vrenozin, unë me tuta sportive, ullur aty panja fara, kisha marrë një me fara, dhe këta Nuri, si e ka ju Nuriu, ata që aty ishin tërmi. Unë isha
Si i thonë ata në Dhjamo, si i thonë më? Shpejt kanë në mes të Dhjamit. Ata atër aty me kostume, unë aty tak. E pa thashëm këto në edi, duka me makina, super makinë, se marrë veç nga makinat. Thiri shulku në aty, thashëm do marrin nga këta. Kur thire Vrenos, ishte një ditë para që bëjnë stërvitjen kombëtare. Vrenos, më do vi stadium, tha po. Edhe unë, si isha kështu. Po si jo. Edhe më tha ky Nuri. Po çari ke bërë pas, çari kam bërë. Po ata i pa aty bi. E çfarë të them, mes Parisit, tak. Në stadium ku kam aty në stadium. Unë po stadiumit, po 10 minuta ajo, thash unë, më tha shulku, ore, tha, është qytet më vete dha këto. Me i denë se ne ku kishim pa ndonjë. Unë hyra aty dhe 10 minuta, ktheu, thash ore, ç'bëj shu ku jemi futur. Dhe kam parë një emocion, do me thënë, Stade de France ishte një vit para kishin dalë kampionat e botës aty, kish kelur, imagjinoje tani, Ronaldo, Messi, tani po shket edhe Vrenosi. Dhe në fakt u bëra pak, i mbusha sy se normal që. Edhe shurku më tha, pa më çfarë ke? Tash unë s'ta shpjegoj dot se shurku i kish prekur që me lojtare, që thon ndryshon një njeri, thash o shurk, po unë para 3 ditësh s'kisha hyrë ndonjë në avion. Tash i ndodhem në stadiumin e kampionëve të botës, e di çfarë thotë? Edvin Murati më mundësovi foto me Deshampin. Edvin Murati ishte, nuk di, e respektonin jashtë mase. Ishte vërtet person, i thash, unë për këto vi, i thash, një foto, një gjë, këto dua unë, i thash, unë si Vrenos. I thash, një foto, po si, tha, vati tak e doli Deshampin, kurse atë Koman e gjeta vetë, atë sulmusin e Bajerit. Donja dhe Griezmannin, po unë, si që jam kështu impulsiv, i thash, bragabim, se dhe më gjeti Deshampin, i thash, me Griezmannin, e pa tash i Vrenos, do me thënë që, e ke parasysh. Po me forta ishte me shulkun, se shulku i shket po më vërtit që mua, se unë isha metoda sportive. Ande ke me tha muare, se do në kostum. Duheshe kostum, aty ku më kishë vendosur duka, mua duheshe kostum në Super Vipat. Edhe me tha muare kostum. Ore, i thash. I thashun, po talë ke dio, jo me unë nuk kam kostum, i thash. Le që isha me këto të komtarës. Ore, nuk dua aty, i thashun. Unë dua me cana, me këta këto si ishin. Orjan Çani, këtu, jo në rregull, tha, pa është më lartë, jo, thash. Po të dinja gjuhë dhe vinja, që të flisja me atë. Më nderovi shumë, më nderovi, edhe s'kuqe familja tia, aty më mbati, vla. Po pse ta bëri këtë nderin? Nuk e di, jo, është njeriu i mirë. Është njeriu i mirë, a edhe kur më vdiq babai, më dha ngushëllimet, më dha diçka, do me thënë, jo, është, më do, nuk e di, më do, vërtet, edhe unë e dua, po më do, nuk e di. Ka dhe njerëz të mirë kjo botë, Ilit? Po, këtë desha të thesha, se ne i shikojmë kështu si milioner, si miliarder, po kur e prek që e shkon, se ajo mund të më linte mua edhe me këta. E kuptoj, mund të më linte aty, ne, bile 3 ditë para më tha, Ilir, ku ke qef të vesh? Tashun, në kulla e Parisit, edhe në Arku i Triumfit. Të nesër në mëngjes, kur ne po vinë në kafen, erdhën familjarët ta dhe unë thash, këto nuk u ngritën atë ikim të dalim, unë u stopova, isha unë edhe shurku. Eci 10 metro, kthevi kokën komandantit, se komandantit dhe unë, kthevi kokën, tha, Vrenos, pa, tha, do vish? U ngrita, i thash, deshin t'ikim me makinë, jo. I thash, t'ikim me këmbë, se me makinë do na duke si në film, ta prekim, bravo, tha, dhe kam ikur 2 ore, 40 minuta, dhe në Arku i Triumfit. Ilir, flasim pak për SNB-un, çfarë marrëdhënie keni me presidentin Ardian Takaj? Me Takajn kam patur shumë marrëdhënie të mira. Normal, si tifos, dhe me ka respektuar, gjithmonë i gjendur për mua, për daç për bileta, daç. Nëse asnjëherë nuk i ka jashtë unë, se ndoshta nuk e kërkova vetë, se u çudit në fakt duka më tha që s'ke dalë asnjëherë me SNB. Jo, e thash s'kam dalë asnjëherë. Nuk e kërkova vetë, se po ta kisha kërkuar edhe mund të më... Nuk e kërkova asnjë ndeshje të SNB-ut. Një ku që kombëtarja mbeta edhe më mori në Tropikali Taka, ai flikte nga mua tha. Po çfarë të them tash, unë nuk Taka është njeri, unë e kam mbrojtur, jo e kam mbrojtur, po vërtet kam thënë që ky njeri është se filluan që
ky njeri është se siç e kanë tash njerëzit, e diti, llafe pe Korçë, më the të thash, mi pa ju vërtet nuk e tradhtovi, se po të ishte që të shkonte interesin e tij, kur në momentin që Skënderbeu u dënua, ai mund shumë bukur tregonte numrin edhe largohej dhe Skënderbeu tash s'do kishte ai e mbati dhe ka mbatur edhe me financat e tij. Në një kohë ka dhënë edhe nga sinqerisht. Pavarësisht zërave që thonë jo po kështu, jo po e diti, ne e bëjmë pritin me varr. Ju ka mundsuar në tribunë në shumë ndeshje, në shumë Jo, ndeshje. e kisha, po. E kisha abonen, po normal, abonen e kisha speciale. Se aty filloi dhe problemi pastaj që rinit dhe në tribunë dhe shikonit. Po tash të thash unë ato as si diskutojnë pavarësisht çfarë theshin çfarë unë si minja, nuk i minja sepse isha i qetë me tentim. Dhe po të them, në qoftë se unë, ja, e kam thënë edhe në për video, po që qoftë se unë, po të kem jo ditur, po që as bëhet fjalë që një ndeshje të Skënderbeut ta dinte Livenozi. Plus që për mua ndeshjet kanë qenë mëse të drejta, për mua, pavarësisht që më thonë ushitën u bën me këtë nuk jam unë. Nëse gjithmonë kur të mund një ekip asaj jo ushit, jo bë. Të gjithë i pyesim, edhe njerëz të thjeshtë i pyesin, specialistët, futbollistët, pse u dënua Skënderbeu sipas mendjes tënde? Shiko tani, këtu një model i mirë goditet gjithmonë. Si në çdo fushë, po edhe në sport. Skënderbeu krijovi një model, një super model, domethënë si Bayern i vogël, domethënë arriti që çdo futbollist në Shqipëri që arrinte diçka e para fjalë ishte Skënderbeu. Në qoftë se ta Skënderbeu do qëndronte në Shqipëri, në qoftë se jo, dhe me atë që po ejse Skënderbeu nuk kishte kundërshtar të dytë. Shiko, përveç lekave dhe gjitha, ne jemi dhe njerëz të mirë. I kam thënë, më tha Gjergji Muzak, kur iku tha Daja tha në Vlorë, i kam thënë tha mos. Edhe për ambientin, i kam thënë mos. Nuk më dëgjovi dhe më vonë më tha pas këtë drejtë. Sepse këtu në Korçë u kushtetua leku, disiplina, njerëzit, e kupton, se lek kanë patur dhe ekipet e tjera shumë. Vlora në fillim magjika kishte lekët e dynjas, nuk arrinte dot, sepse duhet të jetë njeriu në radhë parë. Ne i kishim të gjithë. Prandaj edhe Taka edhe kushdo që erdhi. Edhe tërë vëllezërit që vinin mbeten të kënaqur sepse ishin dhe korrekt, dash për roka, dash për çdo gjë. Ishte çfarë të mund tash, ne ishim veç që më ka thënë Taka, po edhe unë e thesha vetë që në qoftë se do vazhdonim më shumë, ne ishim dhe 20 vjet rresht kampion. Absolut të Shqipërisë. Kështu që gjën e mirë nuk e duan. Do ta godasin, do t'i vënë gjëra. Edhe përfunduam ku përfunduam. Gjithsesi, Zoti është i madh prap, edhe 3 vite sa mbetën? Edhe 3. Edhe 3 vite. Cili është trajneri më i mirë sipas jush këtu në Korçë? Mirel Josa, Shpëtim Duro, Ilir Daja, Stanislav Levi, janë shumë emra të cilët e kanë drejtuar Skënderbeu. Daja. Të kënaqim Brem? Për mua është Daja. Edhe në Brem e Ballkani. Jo, s'është puna në Brem e Ballkani, po Daja vërtet. Do se që është edhe se ne këto, për shembull, trajnerët e huaj që marrin këta, ne kemi edhe për kombëtarën flas, e kupton? Pavarësisht që i kemi edhe shumë me nuk kanë edhe për ekonomi e kemi, po nuk e di, është gjithmonë kjo kombëtarët duhet trajnerët të huaj, po nuk kemi. Po nga futbollistët, për shembull Shkembi, Osmani, Vangjeli, Lila janë shumë emra. Tani Bledi Shkembin unë e kam patur mik, shokce, kur tash s'dorim pa përmendur, duhet ta përmendim, bravo se presidentin e parë. Agim Zeqi. Jo, presidenti i parë, bashkënim është Vasfi Aruni. Po. Flas për epokën e Skënderbeut të madh. Po pa diskutim. I pari është Vasfi Xhaxhi Vasfi Aruni, ose Vaso Gekas i shnjit në Korçë. Ai
Po të them ka gjë. Ka qenë ndeshja me Shtamendari dhe Bledi që e djalë, nuk e di sa vit ishte, 18, nuk e di sa ishte, sa i binte, sa i bie. Do fitojmë, tha Xhaxhi. Do fitojmë, tha. Domthon thash Llaçar djalë me pavarësisht nuk ishte, ishte Llaçar djalë me më bëri përshtypje dhe kur kemi fituar, dhe Xhaxhi e ndinte me shpirt çante. Kur mbaroi ndeshja Xhaxhi çante vërtet. Për zonë çante me shpirt. Dhe nuk e di, ajo Skënderbe i Xhaxhit, i Xhaxhi Vasos, nuk arriti, nuk bëhet e lavë për të arritur ato, po krijovi dhe kishte një ekip që ti e di shumë mirë. Kishte një ekip që vërtet ishte një grup që pastaj u shpërndan siç vati filli. Bledi Shkembi jo se ishte kapiteni ynë, po thash që e kam njohur që më 97-ën. Dhe Bledi s'kishte nevojë s'ka nevojë as ta mburun as. Tani hyri fushës së trajnerit, nuk e di tani ka ekip? Jo tani për momentin ja. Bledi ishte çfarë të them, nuk vjen më organizator si Bledi. Ilir, keni betur shumë i kënaqur nga gjithë kjo histori e Snajbeu, jo vetëm për të 10 vjeçar. Jo i kënaqur, po kjo ishte një shiko. Kto janë gjëra që unë nuk dëshiroj të rritën, është një nuk e mendonim kur para disa vitesh që të mendonim, gjithmonë Snajbeu ti e di, 40 pa, gjithu me ato. Aq kapacitet e kishim që nësi ka. Po nuk e mendonim kur që Skënderbeu të ngjitshe ku ngjit dhe do vazhdonte të ngjitshe edhe në grupet në Zeqo e tha, po ta mbash mend, ka thënë do dalim kaq herë kampion edhe do hymë në grupet pavarësisht që ishte shumë deklarate e fortë se ty ish në grupet e Champions League do të kesh buxhete e ditit të tëra. Por po ja arrinte me aty me ato penaltit, me këllotën me atë, aty desh më doli zemra. E kam dhe një video për mi. Si e kishte? Mllada. Bravo. Në Basan Arena. Ajo ishte, do me thënë, sis më ka pushuar zemra. Kam një video, nuk e di e ke para, po jo është një video e kam dikur. Që desh më ka dalë zemra, po desh më ka dalë zemra vërtet, jo zemra kështu kot pe gjoje. Do me thënë, nuk arrita dot kur thash jashtë ira dhe kur nuk e di. Ishte një nuk ishte. Edhe me Dinamon Zagrebit. Kelimino, me 0-0 që doli të kuqe aty. Më ndeshta të njerë, më sikës. Na doli ne. Është pak e vështirë tash në këto momente për t'i kujtuar shumë me skena një nga një. Mirë. Gjo Ilir, ke fanela në shtëpi të Snajbeut? Shiko tani. Më përpara i vishje. Jo se më lidhe këtë fanelës. Unë vetëm Shkembi mi, dhe nuk i kërkonja njëri u fanelë. Edhe ajo incidenti që u bë që bëri shumë buj, unë i kam thënë kur dolëm fitues të kupës që mund të mlaçi, edhe isha 5 metra lart në tribuna, në Elbasan Arena. Dhe i kam thënë, ishte edhe bari jam dhe i kam thënë Evangjeli që të lutem, po deshet më apësh bluzën dhurat për djalin me që vetëm këtë kam dhe në mënyra si u shpreh po unë isha në video drejt. Drejt për drejt, e kupton? Njerëzit reaguan keq, ky në vend të më theshte mua që hiqe këtë videon në shau, edhe këtu u krist ajo lidhja ime me Evangelin. Po fanela ke në shtëpi? Kam. Po të Shkembit kam. Të Shkembit kam edhe të ati Olise, mos e ngatroj, Olise, nenta. Olise që loti një vit. Olise. Se kujtoj për momentin. Olise i bre. Sulmusim Olise. Se kujtoj. Realisht nuk e kujtoj në këto momente. Mirë, një video t'ja ju a 6 mesare. Nese që nësi ka. Pastaj kam edhe të kombëtarës, ati janë sa pa të hysajt. Nuk i... Në fakt,
në fillim i kisha qef. Po, pastaj ja dhash djalit më shumë edhe. Tani do ktheheni në stadium? Domethënë kthehemi në Super League, s'na bëu kthehej në Super League. Sikur keni munguar. Tani vlla, unë të thash se nuk dua që t'i flas se janë hallet familjare. Tash i kam hallet familjare dhe jam edhe tani që mora leje, do ta ndjek nga televizori, nuk kam mundësi të vi në stadium. E kam të folat se s'dua ta them këtu, që më janë zënë këmbët tani. Kam një detyrim familjar. Më mirë të familjar. flasësh për sportin apo politikën? Po për sporti është adrenalinë. Politika është gjë më unë e urrej politikën. E urrej. 33 vit, më falë se ti flet për sportin, po 33 vit ne 2 milion njerëz jemi. 33 vit ne vetëm na kanë vjedhur politikanët. Dhe nuk shikoj asnjë reagim, domethënë është një reagim, nuk është puna as djathtas as majtas. Po të reagojnë për fëmijët tanë, asnjëri. Edhe këta që janë të majt, shikojnë një punë, shikojnë deri në unda, nuk shikojnë më lart. Domethënë që janë në një punë edhe kaq. Po këtë vend po e merr të pjeta, se ku do ver nuk e di. Ndryshon politika nga sporti, po të them që kjo është e frikshme kjo që po ndodh këtu. Ne kemi zanat servilizmin dhe lëpirjen. Dash në sport, dash kudo, edhe në politikë. Tash unë mendja në Parisi me vete, në Parisi edhe në Stamboll, që kam parë Turqinë me... Janë dy shtetet e vetme që keni... Turqi, Shqipëri. Edhe në Greqi para ca vitesh, edhe në Athinë, po jo një episod mbaj mend, kur i kam thënë se Turqi Shqipërinë, nëse fitonim ne, na hapshe rruga, pas e kulosnin, donim, ishim në lojë për tyrën, dhe i kam thënë dukës që sot do fitojmë. E si që duka kështu më thëmë mua, po fituam në Avran më i zi, tha, e tha si me shaka. Ata fituan 1-0, ne na lanë aty dhe 1 orë gjysmë. Edhe më tha mua, e shikono, ne umbëm, edhe ata tifozët qenë shumë të keqi. Për Zotë. Unë pata dhe një kështu, unë po thina Shqipëri mu këthyve ma këpari me gjishtë. Po unë provokimet i kam shumë bezdi. Ishin edhe 2 policë aty, u afrova dhe ishin, imagjinoj të umnin ata në fitore edhe në angordë, në lanë 1 orë gjysmë pas leqjes. Mezi në anzorën nga stadiumin, që të largohesh edhe turku i fundit. Imagjinoj ti të fitonim ne, si do t'ilin nga stadiumin. Ilir, e di që po të flasim bashkë, mund të rrimë dhe 24 orë. Po nuk diskutohet ajo. Po që se zumë muhabet e sporti është adrenalinë. Gjithsesi, unë kam besim që Stërbeu do rikthehet. Do rikthehet. Ta mbyllim me një urim për Dhe Stërbeu. do rikthehet fuqishëm. Ta mbyllim me një urim për Stërbeu. Unë kam shumë besim. E ja këtu jemi dhe mbaj këtë intervistë. Mos thonë përsëri kokë e mafjas, pastaj i gjeti gjërat. Ore nuk e di unë tash, unë të them tani që pas 5 vitesh ne do jemi kampionë dhe do jemi fiks ajo Skënderbe i atyre viteve. Po as nuk diskutohet fare. Pastaj do shkoj reagimin e këtyre mijëve të tjerë, po që të shikojmë. Unë jam i bindur për këtë punë, që Skënderbeu do rikthehet. Se sa do ta ndjek unë pastaj dhe problemet që kam. Po Skënderbeu është si dhona se Zoti vonon, po nuk haron. Ne na ran me qaf, Nuk di, mund të kemë bërë pra paskena, nuk di. Unë di që vjen në stadium, thrisnja, benja, dhe Skënderbeu unë e kam dikur me shpirtë dhe me zemër. Pastaj ata, se s'dua të ofendoj, jo ushit, jo ube, jo ushit, jo ube. Imagjinoj tani ne me Sportingun, theshtë e ushit. Ne dhe, nese, nuk do aty këtyre se janë... Ilir, faleminderit shumë për intervistë. Jo më faleminderit ti që më... Të ngjalla pak. Më ngjall dhe pak edhe më... Se isha pak i... Unë të falenderoj dhe Skënderbeu t'i uroj që gjithë ata që na kanë mbështyrë, t'u kthehen mbrapsht. Edhe do t'u kthehen mbrapsht.